e Kosovës janë shumë atë hapun edhe Kosova, edhe për investime për gjitha. Shqiptarët e Kosovës e kanë shumë aftësi. Se qashtor, për arsye se s'po vjen me folje, po më duhet pak me bërtit po nejse. Kujt i shërbeni me këtë frymë? Na nuk i shërbejmë, zotni, na i shërbejmë Kosovës. Unë i tregova, ne i shërbejmë Kosovës. E respektojmë Shqipërinë, e dojmë shumë se e kemë zemër. Isha në Gjermani nga një festim në 200 veta, ku ishin 195 kosovarë që e bëjshin festimin, vetëm 5 shtetasi patëm prej Shqipënisë. Për fat keq, unë po tregoj ma tjetër. Rastet e izoluara zona e Jukës, personale sheshejan janë. Nuk është i përshëndruar sa shqiptarëve Shqipërisë më zojnë, po ti nuk e ke idenë. Po zotri, unë jam rritë në Gjermani, ja kam unë idenë që shjetohet në Gjermani ja më shumë të kërkosh. përshëndruar në Itali dhe në Greqi zojnë. Po, se po mundosh mi relativizu, ne kuptoj, ne jemi një, e dojmë një një tjetëri, po do të me bojnë në mënyrë të njëjtë. Se komuniteti shqiptarëve Shqipërisë në Gjermani nuk është aq i përshëndruar dhe prezent sa i shqiptarëve të Kosovës. E vërtet është, edhe kjo është e vërtet, ku e keni mirë. Po, dëgjom, vetëm shojeni një herë edhe shiqojeni se si është në mbush sheshi, edhe e sheni se so, a festohet njëjtë 17 shkurti në Tiranë, apo në Lezhë sikur ne që e festojmë? Zotri? A festoni flamurin tonë dhe 17 shkurti? Kemi festu, kemi bot 3 ditë fest. Po shpresoj, edhe kam shumë dëshirë, edhe kam orë bashkë me e panë që së shështë. Zojnë, ti nuk mund të fantazosh, e ti nuk di se si kam festu unë dhe thu ti se ke festu si unë. Jo, nuk thash ju personalisht, nuk e festoni në Suaza që e festojmë ne. A rrjetet sociale dhe ndishe Lezhën dhe Shive, ka pas 3 ditë aktivitete Lezhë për fesën e pavarësisë së Kosovës. Zotni, po më vjen shumë keq se si kryetar duhet me lum pak rend me folje edhe me nuk është do ta vendosim ne këtu sonte betejën vesh. Kam përshtypjen që polarizimi po na ndjek edhe nëpër studio kryetar. Është e pak faqshme ose të thuhet tjetra që bizneset e Kosovës nuk lejohet hynë në Shqipëri, po kush ja ka thënë këtë? Kam përshtypjen që në këto 5 vite të fundit është një bum sa i përket investimeve ka Kosova, apo ka një rritje drastike, apo? Unë ju kisha thonë që me i marrë statistikat edhe me i po. Është fakt i gjatë. Apo si pyesni, po zonjë, ti shkon në punë dhe thu festoj më shumë. Ti thu Gjermani ka ma shumë në festë. Unë e punoj, edhe nuk është festë shtetnore, pse bojnë na me vendime, ka dhe kompani të cilat nuk e bojnë. Nuk ka festë shtetërore, mos jep opinione nga puna, se ti nuk di se si ja festu. Po, o zotni, ti s'mun është vremë ta ne kem respekte, po ta lëshoj pakës me folë si e kryetari Lezhës, për respekt, se për ndryshe, po vjen keq, dush me ndoj pak edhe të nacionin. Nuk piuj fare se sa pinuj gjithë lëvizja pro-shqiptare për një fest e cila ka simbolik. Dhe nuk është vetëm një fest, po bashkohen në 3 pika. Festa me qenë se e donë, bashkohet në ditëlindjen e Demjasharit edhe në shfaqjen e parë të QK-s publike. Sa për dini, edhe në Shqipëri janë përmend, janë shkru, edhe nga kryeministri, edhe në aktivitete, dhe kështu po, fakti që ti si ndjek, tash ti unë nuk mundem me të mos merr ty. Jo, zotni, na i ndjeki mirë edhe mos merr atë drejtë se nuk ta vash për ton respektin që e ki. Kështu që unë edhe punoj, e udhëheq një kompani, edhe ato gjermane, e ju do një mësu që do të me punu, e me festu, e me respektu. Besoj që mos ta kaloj, respektoni dhe so ju japni hapësin, mirë është ndarë dhe nuk më shumë se sa shqiptarizu. Ke humbë orientimin shqiptar. Jo, zotni, e keni humbë orientimin. Ju do një pak ma tepër me qenë të orientum. Për arsye se